Ka mbaruar koha e gjysmës së masave. Ka ardhur momenti të jetosh gjithçka që Zoti ka përgatitur për ty dhe ta derdhësh atë mbi tokë. Stërvitu veten për të zgjuar këtë brez. Stërvitu dhe rigjej pasionin bashkë me shpirtin e shenjtë. Stërvitu që mrekullit të blahen stili yt i jetës. Stërvitu që mbi natyra të bëhet diçka natyrale në jetën tënde. Stërvitu që të jesh gati dhe të sjellësh qiellin në tokë. Në për 2023, viti i trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror. Le të vinë të fjala jone sotme, Mateu 5, Mateu 6, nga vargu 5 deri në 6. Kur luteni, mos u bëni si hipokritët, sepse ata e duan të luten duke qëndruar në këmbë në sinagoga dhe në qoshet e shesheve që të shihen nga njerëzit. Por unë ju them me të vërtetë se ky është shpërblimi që ata marrin. Por ti, saktësisht. Pra, ai po flet për një dhomë të vogël, për një vend intim, si e quani? intim, ku askush nuk shajnë nëse po lutem apo jo. Pra, unë nuk po lutem që të më shohin të tjerët. Ai po thotë se hipokritët shkojnë në qoshet e shesheve, duan që të gjithë të shohin që unë lutem. Unë jam një person që lutet. Nuk duhet ta di askush. Është momenti kur duhet të kërkosh pëlqimin e Zotit. Le të shohim nëse ai, sepse ka njerëz që kontrollojnë apo jo. Më bën të qesh kjo gjë. Kam parë që nuk e di, një person njëherë erdhi të ankohej për dik duke thënë, sepse pas që ai ake i kishte vënë një like postimit të atij tjetrit, dhe unë i thash, do me thënë ti ke kohë të kontrollosh një pëlqim që dikush i ka vënë postimit të dikujt tjetër? Pra, nuk ke asgjë tjetër për të bërë, do domosdoshmërisht. Por po thotë që lutja jote duhet të bëhet në fshehtësi. Është aty ku Zoti do të veprojë, do të flasë dhe do të bëjë gjëra të mrekullueshme për ne. Amin. Tani le të vazhdojmë të shohim disa gjëra që thot Jezusi në Ungjillin sipas Mateu për Luken, sepse është gjithmonë i njëjti kapitull, pra një kontekst shumë i gjerë dhe thot: kur luteni, mos përdorni shumë fjalë siç bëjnë paganët, të cilat mendojnë se do të dëgjohen për shkak të numrit të madh të fjalëve. Mos bëni pra si ata, sepse ati juaj e di se për çfarë keni nevojë para se t'ia kërkoni. Pra, kjo do të thotë se para se unë të hap gojen, Zoti e di tashmë që unë do të hap gojen dhe e di tashmë çfarë dua të kërkoj. Pyetja është, atëherë pse duhet të them? A mund të shkoj atje dhe të bëj? A e dini tashmë? Mësoni këtë parim. Zoti nuk dëgjon nevojën, Zoti dëgjon besimin. Nëse Zoti do të dëgjonte vetëm nevojën, i gjithë bota do të ishte dëgjuar, nuk do të kishte më varfëri, nuk do të kishte më hangth, nuk do të kishte më asgjë. Por Zoti në Bibël nuk dëgjon nevojën, sepse ai tashmë e di se cila është nevoja jote. Ora se të hapësh gojën dhe të thuash, Zot, kam nevojë për hir, ai tashmë e di. Kam nevojë që të më ndihmosh, ai tashmë e di. Por ajo që duhet të bësh kur i afrohesh atij për të lutur, është të shkosh atje me besim. Kur ti do të lexosh dhe po lexon Biblën këto ditë dhe po e lexon, do të zbulosh një gjë, që Jezusi fillon të thotë besimi yt të ka shëruar, besimi yt të ka shëruar, besimi yt. Ai nuk thot nevoja jote. Unë pash që ishe një grua, një varfër dhe prandaj pata mëshirë. Jo vetëm kaq.
ka disa përbërës. Së pari, vëmshëria. Besimi merr diçka nga Jezusi. Ne kemi një grua në Bibël që kishte rrjedhje gjaku prej 12 vitesh dhe në atë kohë as nuk lejoi të hynte në qytet. Ajo konsiderohej si një grua e papastër, nuk mund të shoqërohej me njerëzit, me familjen, nuk mund të bënte asgjë. Ajo prek në mes të një turme, thoni bashkë me mua një turm. Ajo prek cepin e mantelit të Jezusit. Pra, kur ka një turm, po flasim për, le të themi 200 persona rreth Jezusit. Ajo prek dhe ai ndalet dhe thot, dikush më preku. Pyetja është, nëse je një person i njohur dhe ka 200 persona rreth teje, a të prekin të gjithë? Po apo jo? A je aty? Dikush më preku, unë i imagjinoj dishepujt. E çfarë pastaj? Është e qartë, të gjithë na prekin. Ishte dikush në mes të turmës që e preku Jezusin në një mënyrë të ndryshme. Dhe shiko çfarë thot Bibla, sa po kjo grua e preku, ai tha, doli prej meje fuqi. Pra, nga Zoti doli një forcë. Të gjithë po e preknin nga nevoja. Por një grua e preku me besim. E preku me besim, bëri kështu. Dhe Jezusi u ndal dhe tha, dikush më ka prekur ndryshe. Virtyti ka dal nga unë. Ajo grua mori mrekullin, e preku sepse ajo ju afrua Jezusit, jo për t'i thënë Jezus kam nevojë për shërim, por ajo e preku duke thënë unë e di që nëse të prek, unë shërohem. Dhe kjo është besimi. Amen. Për këtë arsye nuk duhet të shumosh fjalët. Ai e di tashmë. Lutja jote është të shkosh atje dhe të flasësh me Zotin me besim. Prandaj nuk e pse të shkosh e t'i thuash Zot, kam nevojë që të më ndihmosh të sjell fëmijët e mi nga jashtë. O Zot, ti e di që kam nevojë, por unë jam këtu për të thënë që besoj se ti do t'i hapësh dyert. Unë besoj që ti je Zot dhe unë besoj që ti mund ta bësh. Po atëherë nuk mundem, mund të hapësh zemrën, Jezusi është mik, mund të thuash, ti e di që kjo është brenda meje, nuk ka nevojë t'ja shpjegosh Zotit, ti fillon, ti e di, sepse ai tashmë e di, e shihni si është, ai ngebi. Perfekt. Atëherë ai vazhdon me vargun tjetër dhe thot kështu, pra ju lutuni kështu. Atyrin që je në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt si me qiell, ashtu edhe në tokë. Na jep sot bukën tonë të përditshme, na i fal fajet tona, ashtu siç i kemi falur edhe ne fajtorëve tanë. Mos na lër të bjem në tundim, por na shpëton nga i ligu, sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia në përjetësi. Ky është një pasazh që pothuajse të gjithë italianët e dinë përmendësh. E vërtet, si për shembull lutja në atit tonë. Jezusi nuk po jepte një metodë, po jepte një drejtim. Thuani me mua, nuk ishte një metodë, ishte një drejtim. Ai nuk po thoshte që çdo herë që lutesh duhet ta bësh kështu. Kur të luteni, bëni në këtë mënyrë. Dhe ai fillon të jap një shembull lutjeje. Dhe ky shembull lutjeje është ky. Ne e dim që në Luka 11:1, pikërisht ai përgjigjet, është një pasazh në një tjetër ungjil. Ai po përgjigjet dishepujve që i thonë, Zot, na mëso të lutemi. Pyetja ime është, Jezusi shëron të sëmurët, çliron gruan me gjakderdhje, ecën mbi ujë, dëbon demonët. A nuk do të ishte më e lehtë të vinin dhe të thoshin, na mëso si i bën mrekullit, unë do të thoja, më fal, po si i bën këto gjëra. Pra, si të thuash, si i shumëzove bukët dhe peshqit, unë pash atë fëmijë që kishte 5 bukë dhe 2 peshq, si e bëta. Jezus, pse? Si ka mundësi që në Bibël nuk ka asnjë pyetje? Jezus na mëso si të bëjmë mrekulli. Jezus na trego si e ke këtë fuqi. Do të ta tregoj. Sepse ata e dinin që Jezusi lutej. Bibla thot që Jezusi çoi herët në mëngjes dhe shkonte vetëm të fliste me Zotin.
Dhe ai rinte atje, dhe sa po mbaronte atë lutje në mëngjes që ishte prania e tij, ai shkonte në qytet dhe ata shihnin, shëronte së murët. Atëherë ata kuptuan që fuqia vinte nga ai kohë që ai kalonte me Zotin. Dhe në Luka 11:11 ata i thonë, të lutem, na mëso të lutemi. Ata kuptuan që dhuntit që mbi natyra nuk ishte në vetvete, por vinte nga intimiteti i tij me Atin. Aty ai merrte për të dhënë dhe kjo është ajo që do të bëjmë edhe ne. Për këtë arsye ata thanë, Jezus na mëso të lutemi dhe ai filloi të mësoj. Ajo që Jezusi ka mësuar për ta ishte familjare ashtu si që ishte familjare edhe për ty, sepse hebrejnë dhe ne po flasim për gjeneratën e parë, apostujt ishin pothuajse të gjithë hebrejnë. Ata bënin një lutje që quhej lutja e 18 pyetjeve. Edhe sot dhe kësaj dite hebrejnë e bëjnë këtë lutje, quhet lutja e 18 pyetjeve. Pra, ata çdo ditë bënin tashmë një lutje duke bërë 18 pyetje, ishte e frymëzuar. Ai mori diçka që ekzistonte tashmë dhe e reformoi, sepse hoqi formalitetin e lutjes së 18 pyetjeve, e cila ishte shumë formale, kjo është pika e parë. Pika e dytë, ai hoqi formalitetin, e shkurtoi dhe bëri që ata të kuptonin se ajo lutje, të gjitha pikat e saj, mund të bëhej në një mënyrë më të drejtë për drejtë. Dhe kështu ai mësoi lutjen e Atit ton. Nëse doni të shihni, mund të kërkoni atje lutjen e 18 pyetjeve dhe do të shihni që në disa pika është shumë e ngjashme me Atin ton. Pra, ai fillon i pari, atë. Lutja duhet t'i drejtohet Atit. Por a mund të lutem edhe Jezusit? Po, por lutja për shkëlqim i drejtohet Atit. Shikoni Gjonin 14:14, thot, nëse do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj. Kjo do të thotë që mund t'i drejtohem edhe Jezusit. Kur them Zot, kush është Zoti? Zoti është Jezusi. Në Bibël kemi Atin, Jezusin i njohur gjithashtu si Zoti, ai që sundon mbi të gjitha gjërat, ai që na ka blerë me një çmim të lartë, prandaj është bërë Zoti im. Ishte e njëjta gjë si të thoje pronar në atë kohë. Kur unë them Zot, po them, dua të bëj vullnetin tënd, çfarë duhet të bëj? Dhe pastaj është lutja drejtuar Shpirtit të Shenjtë. Disa njerëz thonë, jo, nuk duhet të lutem të Shpirti i Shenjtë, sepse nuk shoh që Zoti të thotë, lutu të Shpirti i Shenjtë. Por Shpirti i Shenjtë, duke qenë Zot, ne mund t'ia drejtojmë lutjet tona edhe atij. Shikoni në Gjonit 16:13 thuhet kështu. Kur të vijë ai, Shpirti i Shenjtë i së vërtetës, ai do t'ju udhëheqë në gjithë të vërtetën, sepse nuk do të flas nga vetja, por do të thotë gjithçka që ka dëgjuar dhe do t'ju shpall gjërat që do të vinë. Pra, kjo do të thotë që Shpirti i Shenjtë, pasi Jezusi është ngjitur në qiell, komunikon me ne, na bin, na mëson dhe në atë moment kur ne po lutemi, zëri që po dëgjojmë është zëri i Shpirtit të Shenjtë. Amin, por që është e njëjta person. E ndarë në persona të ndryshëm. Është si të thuash uji, ok, uji është H2O, të paktën këtë e din të gjithë, apo jo. E mbajmë mend, por uji ekziston në gjendje të gas, uji ekziston në gjendje të ngurtë dhe uji ekziston në gjendje të lëngshme, por është gjithmonë uji. Ndaj neti uji mund ta kenë si avull, mund ta kenë të lëngshëm, mund ta kenë të ngurtë, por substanca është e njëjtë. Thjesht uji si avull do të bëjë një gjë, uji i ngrirë do të ketë një detyrë tjetër dhe uji i lëngshëm një detyrë tjetër, por është gjithmonë uji. Ja, kjo është shpjegimi më i thjeshtë i Trinisë. Atëherë ne shohim që Shpirti i Shenjtë vepron si person. Në Gjoni 14:26 thuhet se ai kujton, në Gjoni 15:26 thuhet se ai dëshmon. Në Gjoni 16:18 thuhet se ai bin për mëkat, në Gjoni 16:13 thuhet se ai do të na flasë për të vërtetën dhe do të na udhëheqë. Dhe në Romak dhe 8:27 thuhet se ai ndërmjetëson për të gjithë besimtarët.
Pra, po, mund të kem një marrëdhënie edhe me shpirtin e shenjtë në rregull. Në vjetën e vjetër shumë herë shpirti i shenjtë është lëvizur dhe ka folur, dhe e bën këtë edhe në të rreth, por lutja më e lartë, si i thoni ju, më e larta. Ajo i drejtohet atit Zotit, atit Jezusit dhe shpirtit të shenjtë. Kur kam nevojë për dhuratat e shpirtit të shenjtë, kujt t'i kërkoj? Shpirtit të shenjtë, sepse Biblia thotë të kërkosh nga shpirti i shenjtë që i shpërndan dhuratat. Pra, dhuratat janë në dorën e shpirtit të shenjtë, unë shkoj të shpirti i shenjtë dhe i them, shpirti i shenjtë, më jep dhuratat e tua që të mund të përdoren këtë vit në një mënyrë të mbinatyrshme. Amin. Nëse kam nevojë për shpëtim, për të lutur për shpëtimin, unë i kërkoj Jezusit. Prek zemrën e fëmijëve të mi, sepse ai është shpëtimi dhe për gjithçka tjetër, ai që komandon botën është hati. Amin. Pastaj thot atyën, pse atyën? Sepse ai është api i të gjithë atyre që besojnë në ta. Amen. Shiko çfarë thot Bibla. Romak 8:15-16. Dhe ju nuk keni marrë një frymë skllavërie për të kthyer në frikë, por keni marrë frymën e birësimin, nëpërmjet së cilës ne therasim, Aba, vetë fryma dëshmon bashkë me frymën tonë se jemi fëmijë të Perëndis. Kur ti njeh një fëmijë hebre, ai i vogël do të thotë kështu kur flet në babajnë e tij, sepse Aba do të thotë atë. Babaj. Dhe ky pasazh është shumë i bukur sepse thotë që kur ne e pranojmë Jezusin në zemrën tonë, brenda nesh del një thirrje dhe nuk është thirrja atë i përjetshëm, është thirrja babaj. Do të thotë që kur unë bëj një përvojë me Zotin, kur ja jap jetën time Zotit, unë bëhem fëmijë babaj. Ndjem i vogël, ndjem e vogël në praninë e tij, por e di që ai më do. Thok që është mjesirje, nuk thok që është një ndjesi, mjesirje ti e di, sepse e di që Zoti është për ty. Deri 2 minuta më parë nuk e dije, sa po bën një përvojë me Zotin ti e di, sepse e di që ai është atyut dhe të gjithë ata që kanë bërë këtë përvojë e quajnë atë ynë, është imi dhe është i ti. Biblia thotë që Jezusi është i parlindur i ndër shumë vëllezër. Çfarë do të thotë i parlindur? Fëmia i parë. Nga shumë? Do të thotë që nga ajo ditë unë bëhen gjithashtu vëlla, motër e Jezusit. Dhe e njëjta trashëgimi që ati i kishte dhënë Jezusit, sepse Jezusi hyn në botë në Ungjillin e Gjonit si i vetmi i lindur i Zotit. Zoti kishte vetëm një djalë. Ai hyn në botë të Gjoni, ja ku është i vetmi i lindur i Zotit. Por pasi ai vdes, ai u jep mundësinë të gjithë të tjerëve që do të besojnë atë të bëhen bi. Dhe kështu ai nga i vetmi i lindur bëhet i parlinduri i shumë vëllezërve. Unë nuk e di sa ti i linduri e ti, por ja aty. I linduri i tretë, i linduri i meti. Të gjithë ne jemi aty. Dhe thok që trashëgimia që kishte Jezusi, çfarë trashëgimia ishte? Qielli. Bukurinë e qiellit Zoti nuk ja jep vetëm atij, sepse tani ka më shumë bizë përmes tij i shpërndan të mirat e tij tek të gjithë ne. Pra, qielli na përket neve, a nuk është e mrekullueshme? Është fantastike. Pastaj thotë që je në qiej. Nuk do të thotë domosdoshmërisht që jeton në qiej, por ishte një mënyrë e vjetër për të thënë se nëse ai është në qiej, qiejt dhe toka i përkasin atij. Pra, ai është Zoti i qiejve dhe i tokës. Amin. Pastaj thot, u shenjtëroft emri yt. Fjala i shenjtë, kadosh, si thuhet, i shenjtë do të thot kadosh. Kadosh do të thot i ndarë nga çdo e keqe. Kur unë lutem, kjo do të thot që nuk mund të shkoj të Zoti dhe t'i them, pse e ke bërë këtë? Pse nuk më e përgjigjur? Pse nuk më ke shëruar? Sepse në këtë mënyrë po them që Zoti nuk është i ndarë nga e keqja, po them që ai po bën të keqen. Kjo nuk duhet bërë në lutje. Kur themi u shenjtëroft emri yt, unë e di që nuk ka asnjë të keqe tek ti.
Unë e di që çfarë do gjëra të mërshme të ketë ndodhur në jetën time, nuk vjen prej teje. Ti je një Zot i shenjtë, i ndarë nga e keqja. Amin. Dhe pastaj ai thot, ardhte mbretëria jote, Malkut, nga fjala Malak, Malkuta, do të thotë qeveri, si thoni? Qeveri. Shumë thonë Jezusi nuk erdhi të flasë për politikë. Gënjeshtër. A i fliste për një mbretëri, për këtë arsye e vranë, sepse ata thanë ai, cili ishte motivi i dënimit të tij? Kush e di? Ata shkruan në 4 gjuhë, mbreti i Judejnë, bikërç arsyeja e dënimit, greqisht, hebraisht, romakisht, latinisht. Çfarë ishte? Çfarë ishte shkruar atje sipër? Ai u dënua sepse u shpall mbret në një vend ku tashmë kishte një mbret. Kjo quhet grusht shteti. Dhe ai fliste për një mbretëri, dhe edhe pse thoshte se mbretëria e tij nuk ishte nga kjo botë, ai fliste për një qeverisje. Prandaj lutja është, le të vijë qeverisja jote, qeveris jetën time, qeveris shtëpinë time, udhëhiq punët e mia. Udhëhiq gjithçka që ekziston, Zot, që ti të jesh përpara çdo gjëje. Unë besoj në këta. Amin. Pastaj thot, u bëth vullneti yt. Do të thot, ashtu si që është bë. Ashtu si bëhet në qiell, le të bëhet edhe në tokë. Në qiell engjëjt i binden atij. Biblia thot se djalli nuk ka pasur më qasje në qiell pas vdekjes së Jezusit. Zbulesa 12. Pra, në qiell, në praninë e Zotit, nuk ka askën që nuk bën vullnetin e atit. Dhe lutja është, Zot, pikërisht si në qiell, e organizuar, ku të gjithë të duan, ku të gjithë të adhurojnë, le të bëhet kështu edhe në shtëpinë time, që në shtëpinë time të bëhet vullneti yt, që të gjithë të ndjekin, që të gjithë të duan, që edhe këtu në tokë të jetë kështu në emër të Jezusit. Amin. Dhe pastaj do të thot, na jep sot bukën tonë të përditshme. Siguro edhe sot për mua. Zot, unë e di që ti do të sigurosh. Hape atë derë pune për mua. Unë besoj se ti do të bësh këtë sepse emri i drejtë do të tregoj bukën, thot Biblia. Prandaj, nëse ti vjen me nevojë, ti thua, Zot, kam nevojë, nuk kam bukë, dhe ai tashmë e di. Nëse ti vjen me besim, ti thua, emri i drejtë do të tregoj bukën. Por këtë arsye unë e di, Zot, që ti e di që kam nevojë për një punë dhe unë besoj se ti do t'i hapësh këto dyert për mua në emër të Jezusit. Amin. Gjithmonë njësoj, por nuk është ashtu. Ai vazhdon dhe thot, na i fal mëkatet tona, ashtu si që i falim edhe ne të lutem. Na i fal mëkatet tona, ashtu si që u falim edhe ne atyre që na kanë bordë. Pastaj pak më vonë, po në të njëjtin kapitull, në Mateu 6, 14-15 thuhet, sepse nëse ju i falni njerëzve gabimet e tyre, edhe atë juaj qiellor do t'ju falë juve. Por nëse ju nuk i falni njerëzit, kjo do të ishte mirë të mbahej mend gabimet e tyre as atij. Juaj nuk do t'ju falë gabimet tuaja. Çfarë po thuhet këtu? Që falja është e lidhur me faljen tënde. Të gjithë duam që Zoti të na falë, apo jo? Ndoshta ke bërë nga të gjitha, apo jo? Kam gabuar gjithçka, kam bërë këtë, duhet ta bëja. Por kur dikush bën të njëjtën gjë me ne, ne e mbajmë mend dhe themi jo. Bibla na tregon një histori të Mateu 18, ku një burr. Ai është i falur. Ai ka borxhe dhe personi ndaj të cilit ka borxhe e fal. Pastaj vjen dikush që ka borxh ndaj tij dhe ai i thot jo, nuk të fal. Dhe Zoti thot jo. Dhe sipas Biblës, ai njeriu u fut në borg. Sepse ai që e kishte falur i tha, nuk është e drejtë që unë të fal një borxh kaq të madh. Ishte borxhi i një viti punën. Ndërsa tjetri ishte shumë më i vogël dhe ti nuk fal. Prandaj të kujtojmë që kur i kërkojmë falje Zotit është shumë më e lehtë. E rëndësishme është që ne të dimë që kemi falur. Njëherë një grua më tha, por unë nuk arri dot të fal, nuk duhet të jesh kështu. Duhet vetëm të marrësh,
Vendimi nuk është automatik. Kush ka falur tashmë e di që nuk është diçka automatike, apo jo. Në fillim ne duam t'i vrasim njerëzit. Duam që të ndodhin të gjitha të këqijat, që reja e familjes së Adamit të jetë mbi shtëpinë e tyre. Në sillim, kur dikush të bën keq, askush duke qenë njeri nuk arrin të thotë, sa bukur, po flasim keq për mua. Filloj të ndihem aq mirë, hajde, vazhdo. Askush nuk e pëlqen këtë, por Biblia thotë që ne duhet të falim, pra ti zgjedh të falësh. Falja është një zgjedhje. Nuk është një ndjenjë. Nëse do të ishte një ndjenjë, do të ishim vrasës. Zgjedh të fal, shkoj para Zotit dhe i them, Zot, më ndihmo të fal këtë person. Nëse është e mundur, fol me personin më parë, sepse ndihmon shumë për të falur. Kur flet, a e kupton? Thirre personin më njanë dhe i thuaj, dëgjo, ta sqarojmë, nuk më pëlqen kjo që the. Pse e the ata? Sepse nëse ka diçka të ulët, është të flasësh me të gjithë përveç se me ty. Por mbaje mend vetëm këtë rregull. Do ta jap falas. Njerëzit që flasin keq për të gjithë, kur ti nuk je aty, do të flasin keq edhe për ty. Mbaje mend gjithmonë kur një person ka zakon të flas keq për këdo. Kur ti nuk je aty, je viktima e radhës. Mos mendo se ai që flet keq për të gjithë nuk do të flas keq edhe për ty, edhe me ty. Jo, është matematika e gjuhës së gjallë. Amen. Prandaj, kur dikush flet keq për ty ose flet keq në përgjithësi, duhet të bëjmë këtë pyetje. Në pse ky person dihet kaq rehat duke folur keq për dik para meje? Pse kjo person dihet kaq rehat të vi dhe të shpif pa kufi para meje? Do të thotë që unë e pranoj këtë sjellje dhe ti gabon. Askush nuk duhet të ndihet rehat të flas keq për askënd para nesh. Duhet të themi, shiko, kjo person nuk është i pranishëm. Nuk më duket e drejtë që të flasim për këtë person. Dhe po e bërë sot, po e bërë nesër, nuk do të ndihet më. Askush nuk duhet të ndihet rehat të bërë keq ndaj tjetrit, të shpif pa kufi në pranin ton. Amin. Sepse unë i bëj vetes këtë pyetje. Pse kjo person ndihet kaq rehat të flas keq për të tjerët para teje? Do të thotë që ti e pranon dhe ai që pranon është pa aq fajtor sa ai që flet. Amin. Gjithashtu, shko te personi dhe sqarohu. Oh, por, jo. Shko te personi dhe sqarohu. Pra, Biblia thotë që secili t'i thotë të vërtetën vëllait të vet, jo dikujt tjetër. Dhe gjëja më e tmerrshme është që zakonisht i fundit që merr vesh se po flitet keq është vetë personi që ka problemin. Ne nuk jemi më fëmijë, apo jo? Je një person i pjekur, ke një problem me dik në punë përballu. Herën tjetër po flisnim për një problem të dikujt. Ke nevojë për para dhe ik. Jo, ke nevojë për para dhe nuk mund të paguash. Kjo është ajo që është e vështirë. Përshëndetje. Shiko, për momentin jo, do të jap të detyrohem 100, të jap 2 euro në ditë në muaj. Tregoj që mundan, tani nuk mundan, të kërkoj falje, më ka ndodhur kjo dhe kjo. Por unë do të t'i jap, nëse i detyrohesh para dikujt, është e drejtë që t'i japësh. Një përgjigje. Çfarë është ky person? Telefonon dhe ti fillon të bësh ti. Nuk shfaqesh, nuk dëgjohesh fare. Një person i pjekur përballet dhe ballafaqohet me problemet e veta. Dhe një person i ndershëm gjithashtu. Pra, kur ne shkojmë para Zotit duke thënë më fal. Sigurohu që ke falur edhe ti ose të paktën ke zgjedhur të falësh. Amin. Mund të thuash mos na ekspozon ndaj tundimit. Dikur përkthehej si mos na shty, do me thënë mos na vendos atje. Por Jezusi, Zoti, nuk e ka shtyr kurrë askënd të tundohet. Ai nuk është funduesi apo ai që tundohet, por ai e ka lejuar, e ka ekspozuar Jezusin ndaj tundimin.
Sepse nëse shkon atje dhe lexon historinë e Jezusit në shkretë të tjerë, thua, por Shpirti i Shenjtë e çoi Jezusin në shkretë të tjerë për t'u tunduar. Kush e çoi atë? Shiko, Luka 4:1, Jezusi plot me Shpirtin e Shenjtë. Pra, ti nuk tundohesh kur nuk je plot me Shpirtin e Shenjtë, ti tundohesh kur je plot me Zotin. Djalli nuk do të rrëzoj dikë që është tashmë i rrëzuar. E drejt, çfarë kuptimi ka të tundoj të largohesh nga Zoti? Nëse ti je tashmë më larg se unë, më intereson. Djalli tundon kur ne jemi në Zotin. Jezusi, plot me Shpirtin e Shenjtë, u kthye nga Jordani dhe u drejtua. Thuajeni siç është, u drejtua nga Shpirti në shkretë të tjerë për 40 ditë, ku u tundua nga kush? Kush ishte ai që e tundonte? Por fryma e Shenjtë ka. Lejo Jezusin të jetë atje. Në atë moment, duke e ditur që do të tundoj, ishte e nevojshme. Thuajeni siç është, ishte e nevojshme. Ishte e nevojshme sepse djalli e tundi njeriu e parë, Adamin dhe ai ra. Tani Zoti ka lindur një tjetër bir nga qielli. E ka ekspozuar ndaj tundimit, ka thënë, provoj me këta. Dhe Bibla thot se u tundua në gjithçka si ne, por nuk në katoj ashtu si që është shkruar. Fuqizimi 2025. Viti i trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror.